Punëve Erion Veliaj duket se ka pasur një ditë jo dhe aq të këndshme dje, veçanërisht në minutat e fundit të një seanse që të paktën sipas burimeve tona nuk po shkonte dhe aq keq, u përkeqësua dhe siç thot ligji i Murphyt, nëse diçka mund shkojë keq, do të shkojë keq. Romir Saraçi është me mua në studio në këtë moment. Faleminderit Romir nga redaksia e informacionit. Ndërkohë do të jetë gjithashtu edhe avokati par excellence, nëse thua avokat, Genz Gjokutaj nuk mund. Mjafton thuash avokat dhe dihet që pason Genz Gjokutaj, mirëmëngjes Gjokutaj. Ta fillojmë me Saraçin. Mirë se erdhe. Çfarë ka ndodhur ditën e djeshme? Pse ka përbër kaq shumë lajm veprimi i Spakut në minutat e fundit të seancës, sa detyroi shtyrjen e gjyqit për sot? Nuk është veprim në minutat e fundit. Duket që puna ka qenë intensive nga ana e hetuesve oficerëve të BKH-s, prokurorëve të Spakut. Kur them intensive, nuk është se kanë bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme, kanë bërë atë procedurën normale, se në momentin që regjistrohet hetimi apo kanë bërë procedurën. Kësaj radhe kanë bërë procedurën. Bëhet fjalë nga ajo që kemi mësuar për nxjerrjen e seancës të disa provave të re që lidhen me përgjime të Erion Veliajt, që po sërish në momentin që ka një vendim gjykate apo ka një procedurë ligjore, është procedurë sërish normale. Unë habite me palën tjetër se si kryetari i Bashkisë së Tiranës presupozohet me një formim të caktuar, gjithë jetën me këshilltar ligjor dhe di çfarë ndodh nëpër institucione, dhe ka folur kaq lirshëm në ambientet e institucioneve, qoftë në qeli, qoftë në takimet familjare, janë përgjime të freskëta. Bëhet fjalë për porosi që jepte kryetari i Bashkisë nga qelia e Burgut për të atakuar dhe për të sulmuar prokurorët e çështjes oficerët. Ne kemi parë ditët e fundit në media, në rrjetet sociale, një fushat denigruse për prokurorët e çështjeve, prokurorin e çështjes, e kupton, oficerët e BKH-s deri tek oficer që edhe ne si gazetarë nuk e dinim që ishin të angazhuar në atë çështje, dhe befasi shikonim të disa media paralele, disa media tjera apo tek individë të caktuar në rrjetet sociale që atakoheshin deri në brez të shtatë. Dhe nga ajo çfarë kemi mësuar që është thënë në seancë është që pas ka pasur urdhra nga qelia, nga kryetari i Bashkisë, nga Erion Veliaj, për të sulmuar pikërisht oficerët e BKH-s dhe të gjithë personat e përfshirë në hetimin e tij. Dhe këto prova janë servirur gjykatës ditën e djeshme si një arsye shtesë që Erion Veliaj duhet të shndronjë në qeli për shkak të intimidimit, shantazhit, kërcënimit që i bën drejtësisë. Dhe këto janë, besoj, në aq sa kemi parë dhe në të shkuarën, janë arsye dhe janë prova domethënëse që kryebashkiaku të qëndrojë në qeli sot në orën 12. Ky është konkluzioni yt për ditën e sotme. Është, domethënë, nga ajo çfarë deduksion nga ajo çfarë kemi parë në proceset e caktuara, sepse kemi parë që janë lënë personazhe në qeli që pas një lloj pushteti me motivin e kërcënimit të dëshmitarëve apo të intimidimit të njerëzve të drejtësisë. Ndërkohë kryetari i Bashkisë ka një pushtet absolut, saqë vetëm kryeministri i vendit arriti ta ndalë që mos të çonte më drejtorët e tij për të rrethuar Spakun. E kupton? Dhe lënia e tij në lirë do të thotë që është një sfidë e hapur drejtësisë, ose drejtësia ose dikush tjetër ka një hall shumë të madh që mund ta lirojë nga qelia. Kuptova, kush mund ta